Veprimtari nga Mërgata dhe ish kandidati më i votuar nga diaspora në zgjedhjet e fundit, djali i erojit Sali Çekaj, Hysen Çekaj, ka njoftuar se këtë herë nuk do të jetë pjesë e listës së kandidatëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës për zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025. Në një deklaratë drejtuar familjarëve, miqve dhe bashkëpunëtorëve, Çekaj theksoi se vendimi i tij vjen për shkak të përgjegjësive familjare, veçanërisht për kujdesjes ndaj nënës së tij. Megjithatë, Çekaj thekson se angazhimi i tij politik nuk do të ndalet. Ai deklaron se do të vazhdojë të mbetet aktiv në organizimin e Mërgatës dhe në mbështetjen e LDK-s, të cilën e cilëson si forca që mund të sjellë ndryshimin e domosdoshëm për vendin. Çekaj falenderoi qindra qytetar për mesazhet, telefonata dhe mbështetjen, duke kujtuar se pikërisht kjo përkrahje bëri atë kandidatin më të votuar nga Mërgata në zgjedhjet e kaluara. Ai premton rikthimin edhe më të fuqishëm në garat e ardhshme dhe në angazhimin e tij për LDK-n dhe Kosovën. Të nderuar familjar, miqe, bashkëpunëtor, siç e keni parë, kësaj radhe nuk do të jem kandidat për kuvendin e Kosovës. Vullnetin, energjinë dhe bindjen për fitoren tonë të përbashkët i kam të plota. Ato nuk më kanë munguar kurrë, por përballë përgjegjësive që kam ndaj familjes sime, e sidomos ndaj nënës time, e cila sot më shumë se kurrë ka nevojë për praninë dhe për kujdesjen time, me keqardhje ju njoftoj se nuk do të jem pjesë e listës. Ky vendim nuk e ndalon angazhimin tim, përkundrazi mbeten plotësisht aktiv në organizimin e Mërgatës tonë të mrekullueshme dhe të përkushtuar. Përmes kësaj deklarate dua t'i ftoj të gjithë bashkëdhetarët e mi në përkrahjet e LDK-s dhe të ndryshimit të domosdoshëm që vendi ynë, Kosova jon, ka shumë nevojë. Jam i bindur se në zgjedhjet e ardhshme do të rikthehem edhe më fuqishëm si në garë ashtu edhe në angazhimet e drejtpërdrejta për LDK-n dhe për Kosovën. Ju falenderoj për qindra mesazhe, telefonata e shqetësime të shprehura. Përkrahja juaj është vlerë e madhe për mua dhe ishte pikërisht kjo përkrahje që më bëri kandidatin më të votuar nga Mërgata në zgjedhjet e kaluara. Për këtë dhe për gjithçka ju jam një mirënjohës për herë.